ka pas një zakon që sa herë është quar për të falë namaz, është dridhur dhe sa herë ka marrë abdes, fytyra i është zverdhur. E kam pyetur se çfarë po të ndodh, thotë e dini se para kujt do të dalun? Dhe këto nuk ishin fjalë, pra nuk ishte aktim, nuk ishte shtirje, përkundrazi, biografët e më saktë Imam Dhahebiu ka përmendur se një ditë Ali bin Husejni ishte lidhur në namaz. Dhe derisa ishte duke falë namazin, kishte rënë një zjarr në shtëpinë e tij, që kishte kapluar të shtëpinë. Njerëzit e kishin thirrur që të largohej nga shtëpia, që të ndërpriste namazin nga se rrezikonte jetën, ndërsa ai kishte vazhduar ashtu derisa e kishte kryer namazin dhe zjarri ishte fikur. I thanë njerëzit, a nuk na dëgjoje që të thrisnim? A e di se kishe jetën në rrezik? Tha po, ju kam dëgjuar, por zjarri botës tjetër më bëri që të harroj zjarrin e kësaj bote. Pra është lidhur në namaz dhe frika e xhehenemit, frika e ndëshkimit në botën tjetër e ka bërë që në një farë forme të mos ndjej frikë nga ky rreziku që i kanosej nga zjarri i kësaj bote.